Një aksion ka nisur mëngjesin e sotëm edhe në Gjakov në kuadër të hetimeve për dyshime serioze rreth manipulimit të rezultateve zgjedhore. Në hetim janë disa komisionerë të qendrave të votimit, të cilët dyshohet se kanë ndërhyrë në procesin e numërimit dhe administrimit të votave. Raportohet se hetimet po zhvillohen në bashkëpunim me prokurorinë lokale, ndërsa detaje zyrtare pritet të publikohen pas përfundimit të veprimeve procedurale. Ndryshe, koordinatoria nacionale e zgjedhjeve nga Prokuroria e Shtetit, Laura Pula, ka deklaruar dje se të gjitha prokuroritë në Kosovë tashmë kanë lëshuar autorizime për grumbullimin e informacioneve ndaj personave që dyshohet se kanë manipuluar apo falsifikuar procesin e numërimit të votave. Pula ka theksuar se për veprën penale të falsifikimit parashihet dënim deri në 5 vite burg, duke qenë se bëhet fjalë për persona zyrtar të emëruar. Hetimet do të tregojnë se si është kryer ky falsifikim i rezultateve. Asnjë nga ata nuk do të amnestohet dhe kushdo që ka shkelur vullnetin e lirë të votuesit do të ballafaqohet me forcën e ligjit, ka thënë ajo. Sa kaq që rreth 68 komisionerë nga komuna e Malishevës janë ftuar që të intervistohen në polici në ndyshimin për falsifikim të rezultateve zgjedhore në këtë qytet. Raportohet se një pjesë e komisionerëve veçse e kanë përfunduar intervistimin, po ashtu një pjesë tjetër e të ftuarve për intervistim nuk janë paraqitur, pasi mësohet se të njëjtit gjenden jashtë Kosovës. Prokuroria themelore në Gjakov në bashkëpunim me policinë e Kosovës do të mbajë edhe një konferencë për media lidhur me aksionin për dyshimet mbi falsifikim të rezultateve zgjedhore në Malishev. Konferenca do të mbahet në orën 15, ndërkaq informacione mbi rastin do t'i jap kryeprokurori i prokurorisë themelore në Gjakov, Enis Gashi. Sipas informacioneve fillestare, organet e rendit kanë filluar me intervistim të dyshuarve të përfshirë në raste të manipulimit të votave. Aksioni ndërmarrë nga institucionet vendore nuk është i pari kësaj natyre, pasi paraprakisht u arrestuan 109 persona për manipulim votash në rajonin e Prizrenit. Bëhet fjalë për kandidat deri mbi 6.000 vota të falsifikuara. Bëhet fjalë edhe për situata kur vetëm në një vend votim numri i manipuluar ka shkuar deri në 2.444 vota. Vetëm praktikisht në një klasë janë manipuluar 2.000 ca vota, përderisa mund ta them se në regionin ton, ato që janë numëruar nga subjektet politike në qendrën kombëtare të numërimit, është vetëm një klasë që ka dalë pak keq përdorur. Për të pasur edhe më të qartë, po flasim për komunën e Prizrenit që janë shtuar hiç më pak se 40.497 vota dhe janë hequr hiç më pak se 27.520 vota, pra diferenca totale e keq përdorimeve është 68.017 vota, tha në një konferencë për media pak ditë më parë kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren, Petrit Kryeziu.